cilat janë problemet më të zakonshme me të cilat përballen shqiptarët, po them kështu? Problemet më të zakonshme janë problemet muskuloskeletare dhe është shumë absurde se gjitha problemet muskuloskeletare të ne për një nerv sciatik ose për një problem qafës, shpatullas apo fundit shpinës, ju merr kohë 4-5 vite bojnë terapi të rregullta dhe pa sukses. Gjatë që brenda një seance, shumëta 2 seanca, unë këto i zgjidhi me veç në rast se për shembull ka anomali prej lindjes, ka lind me raste specifike. Të ata 2 raste i kom pas prej që i punoj që nuk kom mujt me asistu, se kanë qenë prej lindjes ndryshe. Po në rast kështu për shembull janë probleme shumë thjeshta. Valdren, do të ndërprej. Kur e përmendë nervin e sciatik, më kujtu që një shumë njerëz që e vuaj nervin e sciatik. A është filindjes, a bëhet edhe a merr shumë kohë për me u trajtu? Përmes një seance ose shumë ta 2 seanca, unë i zgjidhi të gjitha problemet muskuloskeletare. Gjatë që i marrin Çka përfshin këto seanca? Me çfarë metoda trajtohen? Mix i terapive përmes balancit të organeve, përmes akupunkturës, përmes nutricionit, në rast se momentin që unë e shoh paraqitjen fizike, jam gjendje me pa gjuhën e personit që ka ardhur me bo terapi, unë e di saktësisht çfarë simptoma, çfarë probleme ka ai. Nuk më duhet kur gja ma shumë. Munde me i matë ca pulsa, me i ditë saktësisht për shembull temperaturën e organeve, edhe nuk më merr kohë për me asistu çfarë do problemi muskuloskeletar. Është e kotë nëse ti aplikon masazh ose fizioterapi të regioni qafës, kur mushkrit kanë disbalancë edhe ato japin simptom të qafa. Apo kupton? E momentin që unë e shoh që mushkri ka nxehtësi ose mushkni duhet tonifikim, automatikisht kur gjeneza trajtohet, këto simptomat që janë anësore, këto automatikisht shuhen vetë.